Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderimet, si dhe lavdrimet absolute I takojnë vetëm Allahut, sunduesit të gjithësisë. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet tona, si dhe selamet tona, ja dërgojmë shëmbëtyrës e njerëzimit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pas dhe falenderimin ndaj Allahut, do të jetë edhe falenderimin ndaj njerëzve, ashtu siç na ka mësuar dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ku thot: kush nuk ka falendëruar njerëzit, nuk ka falendëruar as Allahun. Unë falenderoj imamin e xhamis, imamin Amir Efendin, I falenderoj edhe imamët të cilët na kanë përcjell çdo natë së bashku me neve në namazin e natës, dhe kanë bërë këtë natë edhe më të begatshme. Allahu ju shpërblet. Po ashtu e falenderoj edhe këshillin e xhamis, cilët ju mbosh sebeb që ne me ardh edhe me bëni një adhurim, me fal një namaz e me adhuru Allahun. Allahu ju shpërblet. Nderuam vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, jemi në fund të muajit të Ramazanit dhe padyshim po çuditemi krejt se sa shpejt ka hecë ky muaj. Kështu hec edhe jeta jo. Bile Zotin ka njerë mashtrohemi duke thonë hajtë se unë I ria, hajtë se unë kam kohë. Unë jetën përpara e kam. Na jetën përpara e kemi gjithë secili. Po na nuk e kemi shpirtin në dorë. E shpirti I përket krijuesit. Allahu don, ai na I merr kur doj. Por nëse Allahu e ka ta ka shty afatin ton deri ti kur ke dash mu përmirësu, mu bë më mirë, të ka dhënë jetë deri atëherë dije se vallahi Allahu të ka ndëruar shumë. A ke pyet najherë vetën, apo I kryun obligimet e mia ndaj Allahut, po edhe ndaj njerëzve ashtu siç duhet. A mos po e rëndoj dikon unë me fjalët e mia. Mos po I hi dikujt në hak. Mos po e bëj dikon mundi kesh shkaku jem. Nëse e njeh veten mirë dhe e din që diçka prej këtyne që I ceka je gabim, atëherë fillon edhe ndryshon. Jimuni me vetë e kur me ndryshu. Ramazani shkoj. Ramazani ka kohë hala. I kemi edhe pak ditë deri në përfundimin e tij. Ky është muaji kur Allahu ja ka mësuar robit vet me I hlyp robi Allahut çka doj. Apo bashkë doj. Jo përmes melaçeve, jo përmes dikujt tjetër, po direkt robi me pas lidhjen me Allahun. Andaj luteni Allahun, kërkoni Allahut, sidomos në këto net që janë shumë të mëdha, që sonte mendojmë që është nata e Kadrit, luteni Allahun. Luteni Allahun për shëndetin e juve, për pasuninë e juve, për evlat e juve, për prindët e juve që dikush I ka të vdek, po edhe për juve që I keni të gjallë. Luteni që Allahu mi udhëzu, Allahu mi u dhon shëndet e mi u dhon jetë të bereqetshme. Në këtë muaj neve do të me na falë gjunahet. E gjunahet e tona, kush I din ma mirë se Allahu, nuk I din kërkush. E për me të falë gjunahet në Ramazan, do të me bo një punë. Do të më shpeshtu me Allahun sa ma shumë. Me ullë me një qësh, veshti me Allahun, edhe me janis me një keqardhje të madhe, për krejt plakimet që deri tash eventualisht I ke bo. Me I thonë Allahut: o Allah, unë nuk jam kërkushi. Unë jam një njeri që veshti që manë mund këtu, se unë nuk e meritoj më këtu. Që si raporti, që si dialogu me pasti me Allahun, jo njerëzë me Allahun këtë. Nuk po e thëmë këtë, po me I thonë krijuesit tënd, Allahut: sa herë këm gabu unë o Allah, ti mu ma ke falë. E unë e prapë këm gabu. Unë e apet po du që ti mu me ma falë. Që si bisede, që si dialogu të përbuzjes në shmimit me pasti me
Allahun subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah po na thot sherri më i madh, guri kryesor që njeri merr punë në rrugën e tij drejt Allahut është puna e tij e mirë. E qyshën punën e tij të mirë, po dhe duke u krenu me vetën, vallaj unë këtë mirë e më vallaj unë filanit një mova. Vallaj veç unë që kom ditë kështu me abosit, dikush tjetër nuk ish ditë kështu. Nuk ish ditë kështu me vepru. E Ibn Qayyimi po na thot, punët e mira lihen për mas. Përpara i ki vetëm qëllimet, gjynohet edhe për ku je nis. Me i thonë vetës ahmër e filan. A e din ti që të gjynat kër e ke bo. Ti e din shumë mirë. Edhe Allahu e din shumë mirë. Sepse nuk po dojmë me mashtru vetën tash. Thamë në fillim që po dojmë me u vetmu. Veshti me Allahu. Edhe me i nje gabimet e tua. Ibn Mesudi rahimahullah ka thonë, kisha pas dëshirë që Allahu vesh një gjynat me ma falë. E tani qysh dojnë dhe të ndhirë njerëzit. Ose një tjetër, pak ma ndryshe që e ka thonë, kisha pas qef vesh një gjynat Allahu me ma falë. E pastaj let harrohet edhe prej ardhja jem, mo nuk e kam gajnë. E kur e kam pyt, prej ka tonë këtë qef, i joti për këtë punë ka thonë, sepse Allahu ka thonë, një rahmet i jemi me të prejkë, është maj mirë se krejt ato që këta e mbledhin. E qka është që njerëz e mbledhin? Është autoriteti, është pozita, është parja, është pushteti, e Allah po thot, vesh një gjynat mund e ty me ta falë, o robje, është maj madhe se krejt këto që këtyne ja këndon. A e kuptoni këtë punë? Kush me këtë mendim ka hi në Ramazan dhe del prej Ramazanit për hajri koftë falja e gjynateve. Mos harro o vlla dhe motër e nderuar. Se Ramazanin e kalum, ja pa të mdhon një bes Allahut subhanahu wa ta'ala. Por do punë që nuk kemi mujt me imri, kemi thonë hajtë se Ramazanin e arshëm, nëse kom ymër, kom e bo edhe këtë punë, kom e bo edhe filan ibadetin, qaj Ramazan, qaj zbatim i premtimit, që ja ke dhonë të Allahut subhanahu wa ta'ala, qaj ka. Atëherë shfrytëzoje se shumë e njerëz kanë met për rrugë, dikush ka vdek, dikush është smu, dikush edhe ka deliju krejt edhe nuk ja ka mundësu Allahu Gjelle Gjelaluhu që me shiju këtë knatësin e Ramazanit. Nuk ja ka mundësu që me ala borgjin që ti ja pa të dhonë Allahu Gjelle Gjelaluhu Ramazanin e kalun. E nëse ty Allahu ta ka mundësu, dije që kjo është privilegj dhe është nderë në veti. Nuk po du shumë me zgatë, po nuk e kom qare edhe një porosi, edhe një ngjarje pa e përmen. Besoj që krejt e dini, por përkujtimi është dobi, bon me jo përkujtu. Kur ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jenë mërzit shumë shokët e ti. Normalisht, se u do prej jetës tyne, njeri ma i dashur. Njeri që kanë qenë gatshëm me sakrifiku gjithë shka që ata kanë për të. Me sakrifiku pasunin e tyre, me sakrifiku jetën e tyre, me sakrifiku jetën e tyre. Ka vdek Muhamedi a.s. Po, tek ne edhe pejgambert, edhe të dërgum të vdesin. Vetëm Allahu është i pavdekshëm. Andaj nga trënditja e lojmit se ka vdek Muhamedi a.s. Disa nga shokët e tij kanë dalë në opinion, duke kërcënu çdo njeri i cili merr guximin me thonë se ka ndru jetë, ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë situatë, në mesin e shokëve të Muhamedit alayhi salam, njeri i urtë, i mëshëm, i cili i ka nejt ofër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, del xhami edhe i mbledh njerëzit edhe ja u thot këto fjalë. E ky është Ebu Bekri i madh. Njeri i madh. Allahu qoftë i kënaqur me të. Njeri që mas tepër te e ka dashur pejgamberi alayhis salam. Për shkak të angazhimeve që i ka pas, për shkak të angazhimeve dhe përpjekjeve të mëdha për me përhap fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Ai tha: "O ju njerëz,
ai njeri I cili e ka adhuruar Muhammedin alayhi salam, ta di se Muhammedi ka vdek. Kurse ai njeri I cili e ka madhruar Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahu është I gjallë dhe ai nuk vdes. Allahu është I gjallë dhe ai nuk vdes. Këshill që duhet shkruhet me shkronja të arit dhe të ruhet përgjithsisht në kokat e njerëzve. Na me të njëjtat fjalë themi: o ju që keni agjeruar për Ramazanin, o ju që keni adhuruar Ramazanin, ata që kanë adhuruar Taravit, ata që kanë adhuruar namazin e natës, ata që kanë adhuruar sadakon vetëm në Ramazan, dini se Ramazani po shkon. Atëherë, me të vërtet, cilëve ju takon që pas Ramazanit mos me pas lidhje me ato që kanë bën Ramazan. Për ju tjerët e që shpresoj që jemi të gjithë, që e kemi adhuru Allahun, që kemi agjeru për Allahun, që kemi praktis ushimin edhe pijen për Allahun subhanahu wa ta'ala, ju dine se Allahu është I gjallë. Allahu është I gjallë dhe nuk vdes, dhe merita që ai e ka për t'u adhuruar nuk vdes. I vetmi që nuk I ska dën afati adhurimit me përfundimin e Ramazanit. Ai njeri I cili me të vërtet pas mujit Ramazanit ju kthehet punëve të këqija, I praktikë punë të mira, ky njeri po I thot Allahut: unë me zisprita Ramazani me u kry. Unë me zisprita Ramazani me u kry se une nuk u knaqëm me Ramazani. Allahu na rujt. Allahu na boft prej atyre që e kemi knaqë Allahun, po jo veç Ramazan. Ta knaqëm Allahun edhe jashtë Ramazanit. Ti jemi të bashkuar me zvete edhe mas Ramazanit. Ti mushim xhamit edhe mas Ramazanit, se shumë po ju ka një. Allahu na mundsoft gjithve që me bo punë të mira, me fal namaz dhe me adhuru Allahun edhe jo vetëm në Ramazan, po edhe mas Ramazanit. Allahu çështu gjyshimi, krejve bashkë Allahu na bashkoft edhe në xhennet. Allahu ju ruaj. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma bëni Allah se e kum zgat pak ma shumë se që duhet. Allah ju ruaj.